Do me thënë do ndrohemi, nuk do jemi ne deri në mëngjes, ne të dyja. Pas nesh do vinë të tjerë. E di, po. Aha, që do Deri nesër shumë kohë gjatë, i bie. Minimalisht në një orë do rrim se cili grup, minimalisht. Nuk e di sa është ora tani, mund të jetë 9 e darkës. Varet deri kur e mbajnë ata. Mund ta mbajnë deri në 6 mëngjesit, mund ta mbajnë. Nesër dhe prime. Do kënaqemi. Bëm gabim që la muaj në tokë. Pse? Po si do e kapim? Po. Ma e kapim, oke. Mendova se ishte larg, nga pasqyra po më dukte shumë larg. Jo është që pikët? Po, dio. Unë pak që ditë në dytë në dorë po i durojë. Shumë e vështirë t'i lash këtu sidomos. Mirë, mund të mbaj dhe unë, ne mund bëjmë me këshunë, që pëse kemi në vetë lëvizin për një gjë, shumë heqja gjukë dhe mund të mbaj unë të ndim për shumë? Së mendoj se le. Lërë më së digëm këtë. Hishëm i darë, ose të bimë të, si i bje. Po. Nëse pa tjetër do jetë dikush i do e prishi. Dhe nëse e prish dikush? Ullet buxheti. Jo, ullet buxheti. Varet si e cakton bëjmë ma. Mirë, se ajo merr në total, do të thënë thamë varet nga sa ai 100%. Kështu që nëse ne e bëjmë, i bie ne kemi bërë tonën. Po buxheti ndahet në të gjithëve. Nuk është që ti merr pjesën tënde. Atë e di, po. Të paktën ta ngrejmë. Edhe dikush tjetër që mund të ketë serioz. Kush është çifti i dytë? Si mbajmën, Miri se Lini ishin të tretë, të dytët si mbajmën. Nisi, besi se ka një arsye pse na zgjodhin këto çifte kështu. Cila mendon ti se është arsye? Po minimalisht me që jemi vetëm.
mund të flasim në gjë që kemi të Fakt pasur. ne nuk kanë qenë në kemi qenë në prime që jemi bashkë. Po mirë, po këtu nuk është, mund të ishte vënë çift edhe duhet me dikë tjetër, nuk është thënë që patjetër duhet të ishte në këtë formë. Ndoshta. Dakord jemi konkurrenti vetëm, po çiftet janë vendosur nga vllai i madh për Ishte deri në një afat të pacaktuar? konkurrenti vetëm, po. Nuk po thoja, mund të jetë një mundësi e mirë, por që jemi vetëm ne të dyja pa njerëz të tjerë, pa ndikimin e njerëzve të tjerë, që të kemi edhe një komunikim për t'ia bërë secilës qëndrimin këtu, për sado që të zjasi më të lehtë, edhe pa Pse? Po e nis nga ajo diskutimi i famshëm kush solli kë këtu. Kjo është e fundit, kjo është Jo, po e nis është gjëja më ordinere nga të gjitha dhe po e nis nga këto për Jo, të dalë unë do të persone. ta nisem nga problemi, jo nga këto që kemi thënë mbrapa për lojë, kështu se çfarë s'është thënë, edhe ti çfarë nuk the te dhoma e xhumit, kështu që nuk ti marr për. Do nuk përgjithësisht ta ktheva, po. Do të nis sqarim nga unë për problemin, them unë, jo për reagimet që janë bërë. Problemi shiko, unë edhe me çka kam pas komunikimin tjerë, se varet si transmetohen fjalët deri tek ty edhe tek Kesi, se patjetër këtu e dim shumë mirë që jemi në një lojë edhe unë e flas me ty tani, ti shkon e thua tjetër dhe fjala varet se si kalon. Në çka kam pas komunikim edhe me njerëz të tjerë, unë e kam thënë, problemi mua nuk ka ardhur nga ty. Okej, ke ndërhyr. Për lojë aty brenda apo për çfarë? Kur ishim përputhën. Që atëherë po e nisëm, pastaj çka ka ndodhur më mbrapa, tjetër gjë. Po. Ke bërë pjesën tënde, unë e kam thënë dhe në program ku kemi qenë aty, po e them dhe tani. Problemi im kryesor është Kesi i cili la hapësira për të hyrë dikush tjetër në mes. Mund të ishte ti, mund të ishte dikush tjetër. Jo, po prapi bie në mënyrë indirekte, ti po thuaj që ti hyre, po nuk po ta vë të fajin, Ti bëre mirë që hyre, dhe bravo qof, po fa kam inatë ti me bëre pjesën tënde, po them edhe një herë. Ti bëre pjesën tënde në vendin tënd mund të ishte kushdo, duke marrë parasysh edhe ku ishim. E marr vesh, po kjo është indirekte, nuk do ta kapim veshin kështu pra. Nuk është indirekte fare. Ka fajin ai që të la hapësirë ty, po edhe nëse si ti thu ti do ishte i vajzë tjetër. Po patjetër, siç ishte rastet e mia që shumë meshkuj shprehin për çim për mua, por unë nuk lejova asnjëri për tyre që të ndërhynte në marrëdhënie. Tani, një pyetje kam unë. Më thuaj. Pse u nda vetëm Kesi? Kur dikush të pyet, pse mori fund marrëdhënia, ç'o thuat? Sepse me një fjalë, pse u nda? Do të thënë, unë për shkak të di se pse jam ndarë nga dashuria. Pati një takim që ai e quan shoqërim, të cilin unë ja kam kërkuar, kam thënë në studio, të mos ta bënte. E bëri dhe tha diçka, reagoi në një moment që nuk ishte për të reaguar. Si ti a the mos ta bënte ai shoqërimin, ndërkohë që gjatë takimit ti e morën telefon edhe ishte Kesi që ka marrë atëherë. Kesi më ka marrë në telefon kur po vinte rrugës te ti. Dhe më tha, do të të marrë në telefon kur ti je aty. Ti të jesh e qetë, të ka thënë, dhe të bëhesh pjesë e jona, merr në telefon që ti të jesh e qetë, do të marrë korrekte. Dhe pastaj më tha, më mori një herë në fillim. Po pra, më mori në fillim kur e qenë ke dyqani, pa nisur me duket xhirime dhe diçka tjetër. Ke qenë në dyqani që të tha jam këtu, sa kam ardhur, ëh. Pastaj ti ke marrë, më ka shkruar, po, më ka shkruar mesazh më tani. Po, më ka shkruar mesazh dhe biles unë e kam hap mesazhin, po, e kam hap mesazhin dhe nuk e kam marrë. Të gjithën këtë bëri që ti mos kishe... Pra, sigurisht që kur të diskutoj në studio, do na vërsulesh, në sy ty si më duhet të thashë për ti, qaj je ti që nuk shikon, qaj je verbër, je... Po mua pastaj me ato akuzat dhe që të shmang të këtaj, të tha më merr në telefon. Po, dhe unë e kam parë mesazhin, se mirë që po i themi gjithë, i themi të gjitha si çam për të thënë, unë e kam parë mesazhin dhe nuk e kam marrë. Dhe më shkruajti prap, pse s'po merr. Dhe unë e mora, sepse në fund fare ishte një takim, unë ti e di se sa njerëz tërhequr jam përgjithsisht. Më përshëndet edhe mua, uroj ti të mirë, Kriste. Po, një gjë që ja kam thënë dhe ati, ja kam thënë gjithëve konkurrente, unë edhe me kë kam pas komunikim, edhe me stafin, kur e kam pyetur si është, gjë njerëzore, e kam sqaruar edhe kur është bërë telefonata. Gjë njerëzore dhe nuk ka absolutisht asnjë... Me njerëzore, se dhe ti shkove Kristit në shtëpi dhe thjesht ndoshta në mënyrë shoqërore shkove edhe ti apo jo?
Apo ke pasur Por jam shumë dakord, unë kam sqaruar. E kam sqaruar gjën takimin, besoj ke parë takimin apo jo, sepse e përmendë dje ke shkuar Krisin në shtëpi. Po. Besoj përderisa e thuaj ke shkuar Krisin. Po ka qenë çfarë ke shkuar dje? Ke qenë takim, shoqërim, çfarë? Ai ka qenë takim normalisht, ka pas emrin Stelina Kris, por ka qenë Kris ai që ka kërkuar takimin me mua. Po imi nuk e kishte pra Ina Kesi, në mos gaboj. Po vetëm emri s'kishte. Vetëm emri s'kishte se Krisi nuk ishte fare. Jo. Kjo bën diferencë. Nuk bën diferencë fare, nuk është problem. Bravo, del emri aty Ina, Ina dhe Krisi nuk ka dalë kurse, ka dalë Ina. Kris ka pas vetëm emrin. Aty nuk ka qenë prezent. Mirë, tash ju arritët. Këtë duhet të di, u perceptua, po të pyes ty, u perceptua si takim apo çfarë ishte? Ka qenë takim, por unë kam sqaruar që ka marrë doptus një shoqe e mirë. Po. Kështu që ekziston edhe takime shoqërore mendon ti? Unë e kam trajtuar në atë formë. Po pra. Po, dhe e kam sqaruar që unë ndodhem në një situatë. Ka takime shoqërore. Unë ashtu e kam bërë. Shumë mirë. Nuk e di nëse kjo gjëja lejohet apo jo. Mua produksioni më ka lejuar që të flas lirshëm, përderisa ti vjen nga një ndarje sigurisht. Po, përderisa ajo gjëja po qëndroi në program, dëshira jote për të njohur djem të tjerë ishte se ai është program njohje, ti nuk mund të rri aty të flisje. Nuk kam se të, e kam thënë. Edhe ke darka vitit të ri, unë e kam thënë që nuk kam se të privoj djem të tjerë. To do dalë me djem të tjerë. Nuk kam se të privoj vetëm ti është një histori e shkuar. Unë jam rasti konkret. Po thënë thënë do mbaj mend me kesin, sigurisht sepse kalove një histori shumë të bukur. Por mori fund dhe unë do njohë djem të tjerë këtu, sepse... Po sepse, shiko, unë po bëja një gjë që rëndon jetën normale, një vajzë ndahet, vazhdon jetën, kështu që nuk kam pse të... Këtë gjë duhet ta bërtasim, sepse të gjithë mund të vim nga një ndarje, po kjo nuk do me thënë... Mbaroj jeta. Pikërisht pra, kështu që nuk e kuptoj pse po kapen një ke muhabetin me Krisin, është më tepër që Kris nuk është fare ato prezent. Jo, kanë lidhje logjike, gjë shumë mirë, pra ti shkove Krisit në një takim. Unë kam shkuar kur Kesi ka dalë fare nga programi. E di. Unë kam lejë 2 javë. Edhe unë kam dalë me Kesi kur Kesi ka dalë nga programi. Se sollet një situatë që nuk është fare e vërtet, megjithatë kjo gjë do sqarohet, duhet sqarohet, që nëse s'është e vërtet. Thatë që mua më kanë parë, po pra Kesi bashkë me atë shokun e vet që sillet vërdall nëpër Tiranë, të cilin unë e përshëndes me dorë, sa herë që ka kaluar dhe e kam respektuar, më vjen shumë keq të flasi gjëra që po pra unë e kam parë. Unë jam njëri që të them gjërat në sy. Ja kam dakord për Balltani, unë Bledin të betohet, më fal se po përmendim në një person që është jashtë, unë Bledin e kam parë që u hy dhe nëse do kisha një gjë për ta çefur se ka dalë. Po, është bërë Bledi më i famshëm se sa ne, me thënë drejtën, që bëm program 3 muaj. Tani, prisi duhet ndroj çik dorën se po më. Okej. Jo, thjesht më lodh dora. Unë Bledin